Importi i frutave në Shqipëri ka marrë një rol të rëndësishëm në sigurimin e tregut vendas gjatë gjithë vitit, për shkak të sezonit të shkurtër të prodhimit vendas dhe rritjes së kërkesës për fruta të ndryshme. Shqipëria importon kryesisht agrume dhe fruta tropikale nga vende si Italia, Greqia dhe Spanja. Ky import ndihmon në plotësimin e nevojave të konsumatorëve dhe stabilizon çmimet, por gjithashtu sfidon prodhimin lokal për të rritur cilësinë dhe konkurrencën në treg. Sipas të dhënave më të fundit nga Instat mbi tregtinë e jashtme, shohim se vlera e importit të frutave për muajin prill të këtij viti vlerësohet në 861 milion lekë. Kjo vlerë ka prekur rekordin e 4 më të lartë të importeve që nga muaji janar i vitit 2005, pra në harkun kohor të 20 viteve. Ndërkohë, nga ana tjetër, nëse analizojmë importet në peshë, pra në volum, shohim se vlera regjistrohet në rreth 10 milion kilogram. Scanintel ka bërë një llogaritje të shkurtër për të parë se sa vlen importet e frutave për kilogram për gjatë muajit të 4 të vitit. Sipas shifrave, në prill 1 kilogram fruta ka kushtuar rreth 80 lekë mesetarisht. Vlera është pak a shumë e njëjtë në 4 muaj të parë të vitit. Megjithatë, nëse e krahasojmë me të njëjtin muaj të vitit kaluar, duket si 1 kilogram fruta importi i kemi blerë më shtrenjtë këtë prill.